Selam aleikum hoç, si qëndron puna nëse prindërit bëhen pengesë në faljen e namazit? A lejohet tu bindemi apo jo? Aleikum salam të barakatuh. Kjo të ne në Shkup nuk ka. Janë dy përgjigje këtu. E para me një pyetje. E para, pse prindërit të pengojnë nga falja e namazit, s'ke të drejtë mu sjell keq me ata. Këtë ta kemi qartë. Fatkeqësisht ndonjëherë ndëgjojmë prej prindërve që vetë edhe e tregojnë se s'kanë qef fëmijët e tyre të falen dhe të jenë praktikantë të fesë. Ndëgjojmë ankesa nga prindërit e tyre se këta ushtrojnë dhunë, qoftë psiqike, por ndonjëherë edhe fizike ndaj prindërit e vet. Nuk guxojnë. Pa më parasysh se prindërit e tyre a janë musliman, a janë jo musliman, a janë dashamirë të islamit, apo urrejtës të islamit. Këto nuk guxojnë të sillen keq me prindërit e tyre. Timi të qartë. Shkon këshirë, për një me e ka. Po, so shkjo veç për kamerë, adhurim është. Edhe me kon islamofob baba. Edhe islamofob me kon baba, s'guxon, ai baba është, o vëlla. Ai baba është, ajo non është. Sa do që është? Nëse ndonë me qenë e devijum me lajthitur në prej fesë, ajo përsëri non e ka emre. Ajo përsëri baba e ka emre. Dhe këtë shumë të risë ma kuptojnë, ama lusë Allah që Allah të jep fëmijë, vlat, bon babalarët, bon prind, kanë me më kuptu çka do me thonë me konë non edhe babë. Se dhe mu me pas pyet para një 20 vjetëve, kër jam konë beqar, e kisha pështel pak ma ndryshe këtë përgjigje. Ama sot, me përvoj, me dije, me kuptimin dhe përjetimin e fjales e vlat, kur e kam pak ma të qartë, se vetë kam e vlat të mi, thmit e mi, kom fillu me kuptu më mirë çka do me thonë me konë babë, çka do me thonë me konë prind. Namazi. Prindi, edhe kur e ndalon prej diçkajt fëmijën e vet, qoftë edhe namazi, e ndalon se mendon se është duke mbrojt për ndonjë të keqës. Shkoku i një keq kuptimi vjen momenti që ai fëmijën e vet me ndalu prej namazit. Se prindi, i vetmi është prindi, baba, nona, janë të vetmit në biruzën e toksor që fëmijën e vet dojnë me pa më mirë se vetvetja. Të vetmit ja. Që këtu ta bën me dije se me automatizëm fëmia me prindin kur të komunikon, nuk komunikon që ky me argumente edhe me hadith, ajete të shumta që i mësoni lexon, do ta binde prindin e vet. Me edukat, me tërbije e bind prindin se kjo është në rrugë drejt. Se prindi gjithë një fëmijën e vet e shet vogël. Dhe e shet si një shoku i dashnisë të madhe që i ka, dhe gjithë një i shkon mendja, mos ma ka mashtru dikush djalin fëmijën. Mos ma kanë marrë në qafë. Se gjithë një e shet si të vogël që i ka rujt pi vegjelis, dikush mos ja marrë ka udhë tek qia, mos ta mësoje ka e keqë. Gjithë një ki, ashtu prindi e kalon jetën duke shfrytzu këtë kapacitetin e vetë në mbrojtjen e fëmijës vetë. Rujpi këtu, mos tërxot, mos vrat, mos ftofat, mos... Sa mirë të shpjegoj. Dhe më thonë një të hi edhe në atë botën e ati komunistit, islamofobit, a i thot, mas mua marin këto isisat, sena, në këni. Ka këtë shkuptimi. Dhe këto islamistat, ndoshta ka mundësi me konën me pas bindje se islami është diçka që në gjene me qanë. Po vëse, me dika kemi divergjenca konceptuale. Si dush me him botën e vetë, si do mos kur ka të bëjt prindi. Kjo është. E fundit që e përmeni këto është, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Rregullar është. Nuk ndëgjohet krijesa kur të urdhënon mi bë mëkat krijuesit. Qoftë edhe babajat. Ti kemi vazhdu me namazin tënd, me adhurimin tënd, mundësisht. Pasi që ata atë shumë urrejtje kanë ndaj namazit, falon në momente, në vende ku ata nuk të shohin, po namazin zguzon me ndarë pësa ata të thonë, mos me u falë.
dhe maksimum sjellje, respekt dhe nder, dhe t'jesh i bindur se me sjellje dhe me respekt ka marrë momenti që Allahu edhe ata do t'i bën namaz falës. Shumë raste na kemi. Unë jam shumë i ri me fol për këtë temë, po besoni një përvojë shumë të vogël, në shumë raste kam njerëz që me këto pyetje më janë drejtu para 10 viteve, tash baba i vet është më i badexhi se djali, i cili janë ku prej babas para 10 viteve. Allah ndryshon gjendje. Se kalon bien e vet mu mlu, se kalon bien e vet mu fal, se kalon djalin e vet mu fal, as me shku te hoxha me Kur'an. Sot çaj bab, po i njëjti është më i devotshëm se çata. Fëmijët atko që janë anku prej prindit. Po janë këshillu, kanë hec hapave që i kanë marrë nga hoxhallarët dhe ka ardhur rezultate që ai prind të bëhet besimtar i devotshëm, bëhet një saj, jo që e ka bëhet si e ka menduar të keqën fëmijës vet. Cili prind e gjuan fëmijën e vet në zjarr, nuk ka be prind që fëmijën e gjuan në zjarr. E fëmijën me ndal prej namazit domethënë me gjuan në zjarr, pa nuk e di atë. Ai mendon se me shku mu fal, ai ka mu deviju, ka mu prish. Bile disa tri që fillojnë mu fal, shoku se prindi ndonjëherë e pyet o bir shumë vonë, ku keve, ky bot arrogant dhe fillon me menduaj si ka nis ki mu fal, ka nis mu prish ki djalë. Me kam po shoshnotë, ka marrë këqia, e ka ndru sjell vind, në ndodhen këto raste, prindi çon me namaz, me islam, me krejt, djalë do të më ka ndru sjellën si ka filluar me praktiku islam. Shumë arrogant mu ka bo, shumë mendje madh, me mu veca me qenë maj butaj, maj sert. Kisha kuptu namazin. A llogaritin e qaj prind me qenë edhe komunist, njëri pa fe, edhe ky t'ja ktheje qashtu, ai jo me urejt islam, me mujtë e zhduk as ijen për islamit selam, se thot që ki islam ma prishi mu e familjen, ma prishi thmijen, te ki cili thmi ai ka investu gjithë jetën e vetë dhe ka pas një myt se bashkë pleqni kur ai do të jetë më i dobët do ta kese një krah ku pështetet ai fëmijë, çaj fëmijë bashkë kur nis me shkon xhami bot arrogant dhe i keq me prindët e vet. Andaj prej fillimit thash baba e ka emrin bab, hake musliman, ha i mirë, ha i keq, ai bab e ka emrin, si ndryshohet emri, ai bab mbetet. Nona është non. A e mirë, a e keqe, a e shpijës, a e rrugës, qofte edhe lavire, aja nane ka emre. Pik, qartë, nuk guzem na këto dy bota me i përsi. Dhe na i kemi obligim ndaj babës dhe nonës me qenë bamirës. Allahu Azza wa Jall thot, wa bil walidayni ihsana. Thot dhe Zoti ju urdhënon me qenë bamirës ndaj dy prindërve. A shkon dikun musliman ajo musliman? Jo, veç prindërit. Ska ashtu. Prindërve. A është prindjat? U ka vërtetu se është nona dhe baba jat. Ti ke obligim mos sjell mirë me ata. Se Zoti ta ka obligu. Ai e pranoi Islamin, elhamdulillah. Po se pranoi Islamin, përgjithësia është e atij ditën e gjykimit. Ti ke obligim mos sjell mirë me ata deri në frymëmarrjen e fundit dhe me u tregu se Islami është ai që ta ka obliguar mos sjell mirë me ata. Dhe kemi pa na dim prind në Evropë që kanë pranuar Islamin të nacionaliteteve të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, me sjelljen e mirë të fëmijëve të tyre kanë pranuar Islamin. Se fëmijët tjerë s'marrin dorë nonë e babë në Evropë dhe si për filmin dhe dihet ato njën 2-3 vjet e vizitojnë prindët e vet. Ky si musliman, lënë se i ka respektu, i ka nderu, por gjithkohës i ka çu ushqime, i ka nderu, i ka thirrë të shtëpia vet, sa ata njerëz jo musliman kanë jetuar veç a veç. Ki Islami tu jam, su ki tu bo më i mirë dhe prindi vet ka po tregon më vetë çka të fejona. Ka raste të tilla. Se ti kret ndryshe për këtë fëmijëve të tjerë, një më i e bo pak ma ndryshe, kështu mjekër, falësh, i të bo diçka do, se na ma me muje shumë korrekt. Pse ti kështu, valla Islami kështu. Çka Islam? Elhamdulillah, është bo që e sjellje e mirë. Që ka pranuar Islamin. Ama sjellja e ka nxitat me pyet çka Islami. Jo, duke tregu argumente fetare
E duke argumentu veç që ai e me sillet keqe që ai me pyet çka i thonë. Se me sillet keqe do të kistan kanë ai keq. Më fare mas, se du. E të jemi të kujdesshëm në ndonjëra pse jemi musliman të këqi, ndonjëra edhe islamin e paraqesim keq. E Zoti na falte, na përmirësoft. E të kemi të kujdesshëm që islamin mos ta prezantojmë në formë të keqe. Por mundohemi të prezantojmë në formë të mirë.